Pas një qeverishekulli, vetëvendosja theu bastionin e qeverisë komunale në Fushë Kosovë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në ditën kur nis zyrtarisht puna për ta, secila asamblesë televizjes vetëvendosje pati flamurin e Shqipërisë para vetës në ceremoni të betimit. Në ceremoninë e betimit, përveç dekorimit me flamoj, u tentua të krijohej edhe atmosferë solemne, duke lëshuar himnin e Shqipërisë që është shmangë nga procedura e betimit e parapar me ligj. Më pas seanca vazhdoi me betimin e kryetarit dhe të asamblistëve. Kryetari sapo zgjedhur dha zotimet të para si kryetar. Bashkarisht derën e hapur të takinit që të gjithë mënyrë të projektet në të mirë të qytetarëve të Fushë Kosovës të qojnë përpara dhe ta lehtësojnë jetën për ta. Por kur erdhi radha që Vlonjat Hasani, po ashtu nga vetëvendosjet të votojë për kryesues të kuvendit, Partia Demokratike e Kosovës tregoi se nuk merr pjesë në votim. Ne si Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrim pjesë në votim. Arsyeja pse ne nuk marrim pjesë në votim është kjo, përderisa ne nuk e dim që ka një marrëveshje politike me subjekte politike, që gjithmonë u ditë kur zgjedhet kush e voton kryesuesin. Mirë po këtë vendim nuk e mori parasysh kryetari PDK-s në Fushë Kosovë Rahim Ternalla, Ermal Domani e Aida Alimi, të cilët votuan pro zgjedhjes së kryesuesit. Për këtë veprim ashpër reagoi Kolshi. Para 3 dite kemi posi takim i cilin kanë ftuar gjithë kandidatët për asamble, gjithë anëtarët e kryesisë, dhe morë vendim se na si subjekt politik nuk do të marrim pjesë në votim. Kryetari i Degës nuk e di pse s'ka marrë pjesë, nuk e di a u largu nga Dega apo ka lënë ndërheqje, nuk e di, nuk ka ardhur takim. Edhe për këtë arsye unë vetëm qendrimin e Degës e kam përfaqësuar kuvend, kur gjë më shumë. Edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës deklaruan se nuk marrin pjesë në votim, por ndryshe mendoi Burim Berisha, i cili kishte votë për kryesuesin e kuvendit. E në fund kryesuesi u zgjodh Vlonjat Hasani me 20 vota, por edhe 11 abstenime. Në fjalimin e tij të parë në këtë pozitë dha një zotim. Do të jem kujdestari i ekzekutivit bashkë me ju, me pozitën dhe opozitën. Do të jem kritik i punëve të ekzekutivit nëse është nevoja. Këtë seancë përmbylli kryetari Valon Përbreza, duke i ftuar të pranishmit që të vizitojnë bustin e heroit kombëtar Adem Jashari, si nisje mbar për mandatin 4 vjeçar.